Protesta kundër ndotjes së ajrit e thirrur për të hënën para qeverisë në Shkup po merr mbështetje nga të gjitha qytetet e vendit. Kësaj iniciative tani janë bashkangjitur mbi 20 organizata dhe lëvizje qytetare, të cilat ftojnë qytetarët për pjesëmarrje sa më masive. Danes smo primorani da držimo prest za protest, koji što znači da protestirаме во 21. vek za osnovното човеково право, to je правото на чист воздух. Sot jemi të detyruar të mbajmë pres konferencë për protestë që thotë të protestojmë në shekullin 21 për të drejtën themelore njerëzore, të drejtën për ajër të pastër. Kjo për ne është dëshpërim i madh. Këtu jemi në rolin e bashkëorganizatorëve të protestës që të mbahet të hënën. Ne si pioner të ngritjes së kësaj çështje në opinion, ne në Manastir vitin e kaluar ishim organizator të 4 protestave, ku dolën mbi 10.000 njerëz të cilët e ngritën zërin e tyre për atë që tani do ta kërkojmë edhe këtu në Shkup. Nga dhënimi me Tjekë Guerilla bëri ftesë që edhe tetovarët të dalin në protesta të hënën në Shkup. Sot jemi këtu bashkë me qytetarët tjerë të qyteteve të Shkupit, Manastirit dhe qytetet tjera për të ngritur zërin për mos efikasitetin dhe injorimin e qeverisë që i bën këtij problemi tejet serioz, i cili duhet të ishte prioriteti i parë nga aktivitetet që do kishte. Qeveria injoron në mënyrë të vazhdueshme këto probleme, duke tentuar të bëjë sa hapa kozmetike të cilat janë tërësisht të pamjaftueshme për ne. Ne i bëjmë ftesë qytetarëve të Tetovës, të cilët ishin në mënyrë masovike në protestat që u mbajtën në Tetovë, që zërin e tyre ta ngrenë po ashtu edhe para institucionit më të përgjegjshëm për këtë zullum që i bëhet qytetarëve të tyre, ajo është qeveria e Maqedonisë. Drejtuesit e sektorit civil dolën edhe më të dhëna shqetësuese të siguruara nga organizata botërore e shëndetësisë, lidhur me pasojat nga ajri i ndotur në Maqedoni. Ata njoftuan se në protestën e së hënës do të prezantojnë edhe masa konkrete që do t'ua propozojnë institucioneve. Пред 1-2 недели Светската здравствена организација излезе со Para një jave, Organizata Botërore e Shëndetësisë doli me një ulumtim dhe konkluz se ajri që e thithim është kancerogjen dhe veçanërisht shkakton kancer në moshkritë e bardha. Ekoaktivistët nga vende të ndryshme bëjnë krahasime se ajri i ndotur është ekuivalent me 5 cigare në ditë apo më shumë se 250 cigare në ditë. За нас искрено е неприфатливо во 21 век да чекаме дожд. Për ne sinqerisht është e papranueshme që në shekullin 21 të presim që shiu ose era të na shpëtojnë nga ndotja. Për shkak të përgjegjësisë së institucioneve, ne përgatitëm një pako të masave të cilat kanë të bëjnë me burimet e ndotjes dhe të cilat janë të aplikueshme për të gjitha qytetet. Një pako e masave ka të bëjë me komunikacionin dhe me këtë nënkuptojmë implementim të një plani për komunikacion që do të nënkuptojë ndales të disa automjeteve në pjesën qendrore të qytetit. Ndryshe sot skadoi edhe ultimatumi të cilin organizatat qeveritare nga Tetova i dhanë qeverisë për mbylljen e Jugochromit dhe vendosjen e filtrave kësaj fabrike dhe komunës së Tetovës për dislokimin e deponisë dhe rregullimin e komunikacionit.